Mirë, të vjojmë informacione të tjera nga Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, e cila ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj si dhe 10 pandeurit e tjerë. Sipas njoftimit të SPAK, Ahmetaj akuzohet për veprat penale të korrupsionit pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror, refuzim për deklarim ose mos deklarim ose fshehje pasurie, si dhe pastrim i produkteve të veprës penale. Për këtë zhvillim do të jemi në një komunikim të drejtpërdrejt me kolegun ton Eni Ferati. Eni, të përshëndes, cilat janë, le të themi, provat e reja ose argumentat e SPAK që kanë ndërtuar akuzën ndaj ish zëvendës kryeministrit Ahmetaj, si dhe kush janë 10 personat e tjerë të përfshirë në këtë gjykim? Përshëndetje Ujeza, fillimisht me lejoni t'ju bëjmë dije se bëhet fjalë për procedimin 277, fraksion 1 viti 2022, një procedim ky dhe fraksioni ndarë veçmas nga dosja mëm për inceneratorin e Elbasanit, ndërkohë që krahas ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, SPAK ka dërguar për gjykim me akuzat respektive edhe Albina Mançkan, ish bashkëshorten e zotit Ahmetaj, Eriola Hoxhën, bashkëjetuesen aktuale të ish zëvendës kryeministrit, biznesmenët në Arati për aferën e inceneratorëve, Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, po ashtu dhe shtetasit Andi Boni, Elda Dinaj, Gerjan Kuka, Elidon Begaj, Sonila Goxhaj dhe Sokol Meqemeja. Nga ana tjetër, Prokuroria e Posaçme ka bërë me dije në njoftimin zyrtar lidhur me dërgimin e çështjes për gjykim edhe episodet për cilat akuzon ish zëvendës kryeministrin në Arati Arben Ahmetaj, ku për akuzën e korrupsionit të funksionarëve të lartë shtetëror apo të zgjedhurve vendor, sipas kodit penal 260, zoti Ahmetaj akuzohet për 9 episode, 9 herë, sipas prokurorisë së Posaçme, ku përmenden edhe pagesat në formën e mitës apo rishfetit që SPAK pretendon që kanë kaluar si përfitues fundor pikërisht zotin Ahmetaj, ndërkohë që përmenden edhe akuzat dhe episodet respektive lidhur me akuzat e tjera të refuzimit për deklarim apo fshehjes së pasurisë, por edhe pastrimit të produktit të veprës penale, ku janë edhe shumat konkrete dhe mënyra se si ka vepruar zoti Ahmetaj, ku ndërkohë në njoftim po ashtu përmendet se pasur parasysh sjelljen e kryer nga secili prej të panderëve të tjerë në realizimin e veprave penale të sipërcituara në ngarkim të Arben Ahmetajt, ata janë akuzuar si vijon, ku janë dhe akuzat pra për 10 personat të tjerë që bashkë me ish zëvendës kryeministrin Ahmetaj do të gjykohen tashmë në gjykatën e Posaçme lidhur me një prej dosjeve le të themi që ka shkaktuar dhe një reagim publik nga ish zëvendës kryeministri Ahmetaj, i cili ka kundërshtuar hetimet e prokurorisë së Posaçme, ndërkohë që po gjykohet në një tjetër dosje me atë që njihet si dosja Buka në mungesë, ku zoti Ahmetaj në fakt është ftuar nga ana e gjykatës dhe prokurorisë të jap sqarime edhe lidhur me dosjen Buka dhe mbetet për tu parë nëse do të pranohet që zëvendës kryeministri të jap deklarime nga Aratia lidhur me këtë dosje. Po, e qartë, Eni, të falenderoj për të gjitha detajet. Do të vijmë